Presja, ku është dhe autoambulanca e cila e ka ardhur në ndihmë menjëherë. Disa prej banorëve apo turistëve cilët ndodheshin aty në momentin kur ka rënë zjarri. Detajet të tjera lidhur me rrethanat e rënies së flakëve i përcjell kolegja Albana Aliaj. Albana, përshëndetje, çfarë ka ndodhur saktësisht? Mela, ju përshëndes, në fakt nga informacionet paraprake të cilat dyshon një zjarr i cili ka përfshirë katin e 21 pallati, është shkaktuar nga djegja e sigurisht nga djegja e panelave të energjisë elektrike, pra të gjithë pallatit, i cili sipas banorëve është dëgjuar një shpërthim i fuqishëm në momentin kur është përfshirë nga flakët i gjithë pallati. Ajo çfarë mund të theksojmë nga të lënduarit të cilët janë dërguar pranë spitalit rajonal të Durrësit, pranë urgjencës ku po marrin ndihmë mjekësorët, sipas informacioneve janë 3 fëmijë të pallatit pikërisht në katin ku është përhapur flaka dhe disa persona të tjerë. Ndërkohë janë rreth 15 turistë dhe banorë të pallatit të cilët kanë marrë ndihmë mjekësore pranë autoambulancave të cilët ndodhen në vendngjarje. Për shkak të lartësisë të pallatit, ka qenë pothuajse shumë e vështirë ndërhyrja e zjarrësisë për të shuar flakët të cilat kishin përfshirë gjithë katin e pallatit. Po, ndalemi pak tek personat e lënduar, nuk e di, për të dhënë pak më shumë sqarim. Ka pasur persona të cilët kanë pasur probleme nga asfiksia, apo ka dhe persona që kanë pësuar djegje? Çfarë dim deri tani? Në fakt nga ajo çfarë kemi arritur të mësojmë nga bluzat e bardha, 3 fëmijët kanë pas probleme me frymarrje, të cilët menjëherë sa po flakët janë përhapur, kanë tentuar të zbresin nga prindët e tyre poshtë, por për shkak të tymit i cili ishte përhapur në të gjithë pallatit, kanë humbur ndjenjat dhe më pas janë dërguar në Spitalin Rajonal të Durrësit për të marrë ndihmë mjekësore. Në fakt vetëm një person i cili ka tentuar të pikë zjarrin në momentin që është përhapur, ka pësuar lëndime të lehta në dorë, nga çfarë kemi arritur të komunikojmë në fakt nga bluzat e bardha në vendngjarje. Tani si është situata, Albana? Tani që flasim, është neutralizuar vatra e zjarrit? Në fakt nga dëhyrja e zjarrësisë është neutralizuar vatrat e zjarrit të cilat ishin përhapur në katin e 20 të këtij pallati, ndërkohë shumë turistë dhe shumë banorë të pallatit nuk dinë ku do kaloj natën në mbrëmjen e sotme, të gjithë ndodhen në rrugë. Ka djegje të konsiderueshme aty të apartamenteve? Në fakt është i gjithë kati. I gjithë kati është përfshirë, pra mund ta konfirmojmë këtë. I përfshirë këto janë në fakt burimet të cilat të konfirmuar nga burimet të cilat kanë qenë në vendngjarje, ndërkohë i gjithë pallati është i mbushur me tym dhe pa energji elektrike. Për të pyetur nëse ke mundur ta vëzhgosh, objektin po e shohim në këto momente në ekran, nëse ka ato parametra që për cilat fatkeqësisht kujtohemi vetëm sa herë ka ngjarje. Së pari nëse ka shkallë të emergjencës që është theksuar të paktën në sa herë ka pasur tragjedi apo raste të rënies së zjarreve nëpër pallate që mungojnë në pjesën më të madhe të ndërtesave në zona ndryshme të vendit tonë, apo parametra të tjerë fikse zjarrje të tjerë, di ke informacione nëse këto element mungonin apo ekzistojnë tek ky pallat? Në fakt nga informacionet të cilat kemi arritur të mësojmë, pallati për shkak të lartësisë, por dhe është një ndër pallat më probleme në zonën e Bregdetit të Durrësit, nga lartësia dhe nga punimet të cilat janë bërë në këtë zonë, në fakt dhe kjo ka qenë dhe shumë e vështirë, të cilat kanë probleme të mëdha. Po, faleminderit Albana, mbetemi në kontakt për çdo informacion të fundit. Ju përshëndes, Armela.